fokusive të vendosi. Jo, pse se bëni vetëm pak, pse se bëni një Trump, një shkëmbim, se votojnë në kryetarin e PDK-s, sepse ato një duket si hardcore PDK. E veç pak, që kush gabime, na nuk pe... është kështu, është kjo situatë? Jo, se qëtu është mashtrimi dhe qëtu po kom që mu nalë pak. Pse po thu mashtrim, se kjo është minimi ja? Jo, nuk e thash që ti po mashtran, veç po tham. Na, Partia Demokratike e Kosovës nuk pe konteston në kryetarin e juaj. Na pe kontestojmë kryetarin. Jo së mundi me kontestu kryetarin tonë se na nuk kemë. Pse po kontestoni kryetarin? Hajtë mi thuj arsyet. Rëndit me 1-3. Arsyet pse kontestojmë kryetarin? Qëra, arsyet janë publike arun. Mas pare... Po janë në debat jena të Po, anë dhe, në regull, edhe në debat. Mas pare, kryeministri ka ardhë me një arogancë, pa dialog para prak, pa kompromise para prak, duke di që nuk i ka numrat për me shty një kandidate që është Albulena Haxhiu. Përgjedhja e Albulena Haxhiut, zoti Kurti te një personalisht edhe unë një pak, e din sakt se cili kandidat kalon të opozita, cili kandidat nuk kalon të opozita. Po ashtu, Albin Kurti nuk i ka numrat me pas qëtë arogancë. Edhe sikur, edhe tash që si ka numrat, edhe Glauko Njufësën me qitë si propozim të parë, unë e besoj që nuk i shkalu. Pse? Sepse kur si ke numrat arver, gjën e parë në demokraci edhe shëqër që kanë hi, Albini ka hi një farë kursi intenziv demokracisë, edhe përshe qysh funksionon demokracia, që kur si ke numrat dush me ardhë me folë me njerëzve, nuk ka PDK-ja dhe parti tjera lisa serbe. Edhe zoti Kurti me zotin Krasniqi folën, ullën, diskutuan. Deqan. O diskutuan. Na bre, unë po menaj ferbre me folë. A dhe se po gudzoj me thonë, si vlazën se tani është bastardu kjo, po ka mujtë zoti Kurti kështu, e shet që nuk i ki numrat. Nuk i nevoj me që letra publike të gjithë ne njemi, se cili e ka një kontakt, vetë vendosen LDK-n, PDK, ullësh edhe i thu, cili njerë është i pranushëm për ty, që kë njerë është i pranushëm edhe e kalon këtë fazë. Edhe del